Zbardhimi me lazer është certifikuar që dëmton strukturën e dhëmbit. Dhe ka pak kohë, themun, që këshillohet që mos të bëhet më. Pavarësisht se në treg ka akoma marketing për të. Produktet zbardhuese që përdorim ne me peroksid hidrogjeni bën një dëm që mund të themi është shumë i përkohshëm. Pra, bëjmë një lloj fluorizimi të dhëmbit më të tepërt se sa duhet për ta zbardhur, por është diçka që është shumë e përkohshme dhe dhëmbi rikuperon shumë shpejt. Ndërkohë që mjekimet popullore ose ato që merren në shtëpi janë komplet të pakontrolluara dhe nuk e dihet çfarë efektesh mund të kenë, duke filluar nga asnjë efekt në efekte të dëmshme. Domethënë nuk mund të kemi zbardhim pa patur pak efekt të dëmshëm. Sikur sa do pak. Duhet të jemi të qartë këtu që ka gjithmonë një lloj efekti të vogël të dëmshëm, sikur edhe vetëm ndjeshmëri të shtuar dhëmbëve për 24 orë.